ka ndodhur nga pushteti, garën e bojnë të pandeshme dhe të pabarabartë. I ka përgjegjësi që të garantojnë dëshmëri dhe barazi në zgjedhje dhe të mos lejoj përdorimin e resurseve shtetërore në funksion të fushatës. Deri tash, veprimet që kanë ndodhur nga pushteti, garën e bojnë të pandeshme dhe të pabarabartë. Përdorimi i resurseve shtetërore, i paras publike, në funksion të zgjedhjeve dhe të maksimalizimit votës për partinë pushtet nuk është gjë e duhur. Kjo nuk duhet ndodhë, sepse paraja publike duhet përdoren përputhje me ligjin, duhet përdoren përputhje me transparencën dhe duhet përdoret për me dhënë efekt në ekonomi dhe jo me qëllim që partia në pushtet, qeveria ta përdor paranë publike jashtë rregullave që ketë vota ma shumë për vete. Dhe kjo nuk ka ndodhur dhe nuk do ndodhë as tash e as në të ardhmen. Prandaj i baj ftesë, i kërkoj qeverisë që resurset shtetërore, paranë publike mos ta përdor me qëllim të krijimit të pabarazisë në garë me subjekteve politike. Mbi të gjitha, Kosova ka nevojë për garë i desh, jo për gjutë urrëties, për program me përgjegjësi e asesi me përçarje dhe përplasje.